Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 22 prill të 2025. Duket se është një ditë mjaft e rëndësishme ku lidhet shumë me të kaluarën, pra lidhet shumë me karmën. Çfarë është karma dhe çfarë ndikon tek neve? Kjo do të thotë një nga mundësitë dhe çështjet e rëndësishme që neve marrim si vendim për të përfunduar apo ndryshuar. Saturni formon një lidhje, një ndikim, një kënd me nyjen veriore, pra me karmën, ku ky kënd është i shkëlqyeshëm për të rishikuar prioritetet tona dhe për të parë nëse shkojnë në drejtimin e duhur apo kërkohet ndryshime. Megjithatë, Saturni nuk është kurrë një ndikim i lehtë dhe jo vetëm kaq, por krijon disa vështërsi, pengesa për njerëzit që nxitojnë. Pra do thot kujdes, do thot mundësi, do thot ndryshim. Dhe kjo do thot që kapërcimi vërtet është i vështirë, por duhet të dim arsyen. Sidoqoftë, është shumë e rëndësishme të mos dorëzohemi përpara frikës ose përpara zhgënjimit. Ndikimet që kanë të bëjnë më tepër në këtë kënd do thot binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqi të dhjetëdijçit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto planete. Por gjithmonë, nëse kuptojmë ndryshimin dhe mundësitë që jepen, ka të bëjnë shumë në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet, sepse kjo është një moment mjaft pozitiv dhe jo vetëm, por ka të bëjnë me takimet, ka të bëjnë me ndryshimet dhe vendimet e rëndësishme. Koha dhe periudha, edhe pse kjo ditë është një ditë mjaft e mirë që rrezaton në fushën e karrierës, rrezaton në fushën e ndryshimeve të mëdha, është momenti i duhur mbi çështjet që lidhen me punën, lidhen me kontratat, lidhen me udhëtimet. Lidhen me udhëtimet, edhe pse kjo periudhë është një periudhë që vërtet ka të bëjë shumë me anën e financave, me takime të rëndësishme, por në anën tjetër është momenti juaj dhe stabilizimi financiar. Stabilizimi financiar, sepse në një kohë të caktuar është momenti që juve të zgjidhni problemet. Dhe kjo bën që e shkuara na mëson të ardhmen, jo të tashmen, se të tashmen e jetojnë. Dhe kështu që është koha dhe momenti i duhur mbi ndryshimet, vendimet që merren në këtë periudhë. Duke pasur dhe një kënd që planetet bëjnë në fushën e dashurisë, ka të bëjnë rikthime nga e kaluara, por vallë sa është e mundur të ndodhi kjo, po mbas dite, mbas orës 13:30 deri në orën 17:40 është një orë e caktuar dhe mundësi të reja që jepen në këtë periudhë të kohor. Prandaj bini pas për të zgjidhur problemin tuaj, për të zgjidhur mundësi që do t'ju jepen. Gjithashtu është edhe një mundësi e artë për marrje vendimesh të rëndësishme.